Shkëlqyer Shkodrane kanë nxjerrë 2 kampionë kombëtar. Trajneri i ekipit vllaznisë Artur Laçja përpara aktivitetit premtoi se Antonino Mollisi dhe Sami Laçja do të jenë kampionë të Shqipërisë për të rritur dhe kjo u bë realitet. Urime profesor. Faleminderit Gaspar dhe ju falenderoj shumë për intervistën, si gjithmonë je i pranishëm pranë ekipit vllaznisë të Peshtnitjes, ku në vazhdimsi na ke mbështetur me intervistat tuaja dhe me ardhin tonë edhe në aktivitete dhe në palestër. Me 8 mars u zhvillu kampionati kombëtar për të rritur në Durrës, ku ishte elementi i parë i Peshtnitjes, ku rëndësishme ishte që Sejmir Laçja dhe Antonino Mollisi, përveç në peshat e tyre 61-67 kg, dolën kampiona Shqipënijet. Ku ky kampionat ishte që të shikojmë sportistat në përgjithësi për ekipin kombëtar, ku do zhvillohet kampionati botëror për 17 vjeçarët, ku Antonino Mollisi është në 500 më të mirë të botës aktualisht dhe shpresojmë që të hinë për medalje në kampionatin botëror që do zhvillohet muajin tjetër në Peru, pra në Lima të Perus, ku do marrin pjesë ekipi kombëtar me 3 sportista, ku një ndër 3 sportistët është Antonino Mollisi. Ndërsa për Sejmir Laçjen ishte një tashmë viti i dytë që del kampion rresh Shqipërijet dhe vitin tjetër po edhe Antonino ishte kampion Shqipënijet, por Sejmiri është i gërmulluar bashkë me Antonino në ekipin kombëtar për 23 vjeçarë që do zhvillohet kampionati evropian në Shqipëni, ku shpresojmë që me Sejmirin të jena medalist. Pra, të 2 sportistat që dolën kampiona Shqipënijet janë pretendenta për aktivitetin botëror që zhvillohet shumë shpejt Antonino dhe për europianin që do zhvillohet në Shqipëni Sejmiri. Profesor, rëndësishme është që brezi i ri që ju ka disa vite që po i përgatisni tashmë po përfaqësohet edhe me ekipin e triturve dhe madje duke fituar trofe dhe titull kampion. Ishte risi për Sejmirin dhe për Antoninon që si vjet dhe si mjet ishin kampiona Shqipënijet, ku Antonino Spikati, ku një mosh 16 vjeçe dalin kampion Shqipënijet dhe lanë shumë veteran mrapa. Pra, ishte një gjë fantastike për të 2 sportistë që na përfaqësojnë jo vetëm vllaznin, por tashmë edhe ekipin kombëtar. Dhe këto rezultate janë një tregues shumë pozitiv edhe për botrorin që zhvillohet në Peru. Është një rezultat shumë i mirë, shumë premtues. Tashmë pasardhësit e Asim Bilinovs, Faruk Kalleshit po bahen dhe po zëvendësohen. Pra, janë 2 sportista që janë në rrugën e të majve të rekordmendit Asim Bilinova, ku vazhdimisht Asimin e kena të pranishëm dhe në palestër.